Përshëndetje nga Elina Demollari, mirë se erdhët në Vibe me Klea Kicën. Sot emisionin do të hapi unë, gjithmonë e ka hapur Klea, por sot kemi një ndryshim të vogël. Përshëndetje Klea. Elena, përshëndetje. Përshëndetje, si e zemër, si të kam? Mirë, si ke qenë ti? Mashallah, mos papsyri ke. Shumë faleminderit. Atëherë gjithmonë që ti ke marrë njerëz në emisionin e fillova unë do të bëj disa pyetje për gjithë personat që janë kurioz. Kurios në lidhje me dashurinë, me punën, me fatin, por të ditur më shumë për Klea Kicën. Po ti i di no Elena tani? Unë i di, por shpuna se janë njerëzit shumë kurios. Janë kurios. Di, po jam e hapur. Po, je hapur për no, mund të shprehësh zemër për çdo mendim që ke, për çdo gjë. Çfarë do ti konkretisht të dish nga unë? Atëherë, për gjithë personat që janë kurios, që ka lidhje dashurie Klea, te juar e martuar se ka persona që e din beqare, ka persona edhe mua më din beqare, por unë jam e martuar. Ti je yll. Atëherë unë gjithmonë jetën time private jam munduar ta mbaj sa më larg rrjeteve sociale dhe publikut. Atëherë unë nuk di të them jam e fejuar, jam matuar, jam e lidhur apo kam një lidhje dashurore, thjesht dua të them sot për herë të parë faktikisht që zemra ime është e zënë dhe jam shumë e lumtur dhe jam shumë në paqe dhe zemra ime është plot dashuri. Po, më vjen mirë që karrierën nuk e përzien me jetën private, privatësia ngelet privatësi. Karriera ngelet karrierë. Patjetër, unë kam luftuar shumë për të qenë këtu ku jam sot, dhe ky falënderim nuk shkon vetëm për veten time. Po. Nuk jam krenare vetëm unë për veten time, por që është krenare familja ime dhe është gjë më e lumtur. Domethënë, kur shikoj familjen time që është krenare, unë nuk dua asgjë tjetër veç familjes, por ky një falënderim unë nuk e kam bërë kur publik falënderim, një falënderim shumë i madh shkon për familjen time që e kam pas gjithmonë mbështetje dhe suport, por shkon edhe për drejtoreshën time, e cila ka besuar që në ditën e parë deri më tani. Ka besuar tek unë. E përshëndesim drejtoreshën dhe të gjithë stafin e Media Gjit, që jemi një staf i mrekullueshëm. Atëherë, ta marr stafetën unë? Merë. Atëherë të gjithë publiku e din se ne bëjmë një herë në javë apo pak më rrallë, duke qenë se jemi shumë të ngarkuar dhe nuk kemi mundësi dhe kohë që t'i hapim të gjithë mesazhet, komentet dhe të lexojmë se çfarë na shkruajnë. Kam pasur dhe astrologe të tjera, një astrologe vedike që ajo tashmë është pothuajse çdo javë, por që njerëzit e din këtë që bëjmë ne, që u lexojmë historitë me letrat tarot. Kështu që nisim direkt me historinë e parë. E ke ti historinë e parë, do na thuash ti? Historia e parë ka qenë dje, ka qenë një zonjë, se ka shumë biznese, si në Tiranë, si në Durrës, në Kabaj, si në Peqinën, dhe këtë ka qenë një zonjë dje nga Durrësi, bële e përshëndes. E përshëndesim. Zonja ka pasur dy martesa, po them këtu vitën përpara në 97 zonja ka pasur një biznes të madh, mund të ketë pasur 3 biznese, ka qenë shumë mirë. Një familje mrekullueshme, por në një bizneset e ke parasysh që ti kërkon një staf të mrekullueshëm dhe kërkon një shtim, domethënë mund të marrësh një kamarier, një banankier, një kuzhinier, diçka tjetër. Dhe zonja merr me mirëbesim. Po ke dhe këtë gjë, Klea, që ka dhe shoqe që të marrin dhe burrin. Ua! Seriozisht? Se kjo është e çuditshme. Po. Ua, të mërshme. Zonja po më tregonte që jam lidhur tha me një shoqe, tha i kam besuar se më qavjallet problemet, tha. E kam besuar, e kam ndihmuar, tha. Por nuk e kam ditur asnjëherë tha që ajo zonjë tha do mirte burrin. Kishte një biznes bashk, po flas këtu edhe 2016-2017 ka pasur një biznes të madh, fatkeqësisht ajo biznes është shkatruar komplet për shkak të një magjie, siç kemi folur, dhe për shkak të një ndërhyrje të një femre tjetër në shtëpi. Një femre tjetër në shtëpi. Zonja ka qenë nënë e 2 fëmijëve. Atëherë në momentin që çdo njeri atëherë që kanë qenë këto kredirat për zgjeruar biznesin e tyre, në familjen e tyre i ndodh një fatkeqësi. Për shfaqen probleme të jatit me leucemi, me kancer dhe personi në fjalë ish burri i saj sa për momentin janë ndarë për arsye që ka ndërhyrë personi i tretë. Shkon për ta kuruar në Itali, në Gjermani, në Zvicër teatrin, ka bërë të parmundur për të shpëtuar jetën e teatrit, por nuk e shpëtoi dot. Domethënë, ka qenë një 5 vjeçar që ka vojtur shumë ish burri vet
Dhe kur kthehet, mbas vdekjes së tijatit, mbas vdekjes të tijatit, buri kalon një çik si gjendje depresioni psiqik. E kalon. Kishte pasur dhe situata të vështira, se është diçka se ti të kesh një biznes të madh dhe të shkatërrohet biznesi, ka edhe biznesmenë që kanë luajtur dhe gjenden depresioni. E kanë përjetuar shumë keq. Kjo zonja ka qenë shumë shtëpiake, një familje mrekullueshme, se më tregonte dhe kur më tregonte historinë, domethënë dhe unë nuk prega, u emocionova, më tregonte historinë, kam qenë thash shumë shtëpiake, shumë e mira ndaj këtej, i respektoja gjithë njerëzit. Gjithë njerëzit thash, shoqen time e kanë futur në shtëpi, i kanë prezantuar me burin ta, domethënë këta ishin një familje mrekullueshme. Dhe më tregon që në momentin që unë kam bërë një debat me burin, se në momentin që buri vetë dashurohet me një kamariera ose me diçka tjetër, kjo nuk e kupton, por mbas thashetemeve të komshijeve, i thonë që shiko se buri ton po të tradhton ande këte. Dhe është diçka Klea, është diçka që mos ndëryr në familje, për arsye në familjen e tjetrit, se të zën mallkimet. Edhe mallkimi kur e kemi gjithë zemër është të zën shumë. Të zën mallkimet dhe personi sot akoma po vuan mallkimin e gruas së parë. Bëjnë debate, bëjnë konflikte dhe në momentin që gruaja i thot, "Ok, në rregull, se ti nëse ti e dashuruar me shoqen time, unë po të bëj ndarje." Zonja merr rrobat, merr kalamajt dhe i thot që në momentin, Klea, kjo është me bukra, që në momentin që ti do largohesh nga unë, ty do të shkatroj tjeta duke filluar nga bizneset. Dhe vërtet, Klea, që në momentin që është ndarë nga zonja nga Durrësi, ish buri është shkatruar nga bizneset komplet, dhe kur ka ndoryer kjo personi, tret ka qenë një person shumë negativ, si kur i ka thënë një tërslikt në shtëpi, dhe nuk po ngri kokë. Mos pafshin pikën e hajrit, se jemi dhe në gjuhë televizive, është një sorry, po unë i kam shumë... Po, dhe me thënë është diçka, dhe unë kur ma ka treguar më ka rënqetur, dhe gjatë historisë që më tregonte zonja Klea, më tha, në momentin që unë jam larguar nga një shtëpi, kanë qenë familje mrekullueshme, tha i respektonin të gjithë njerëzit e shtëpisë. Në momentin që kam ikur, tha, po gjyshen e ka pasur gjallë. Të jamën e tijatit, se jati i vdiq nga smundje të jamën e tijatit, dhe i ka thënë se kjo në momentin që është larguar më fëmijët, i kanë thënë, do të zën akademia, do të zën mallkimet e mia. Dhe dela e fjala e mallkimit, që njëri po të mallkovi të ze, dhe vetëm një person mund ta lajë atë mallkim, ose mund ta rikthej mbrapsht. Dhe gjyshja vet, nga që e deshte shumë këtë nusen, dhe i thot nipit të vet. Gjyshja mund të ketë qenë moshën, se ta mund të ketë qenë moshën 80 vjet, 90 vjeç, dhe i thot, siç më tregon zonja nga Durrësi, i thot që unë sa ti jetosh do të mallkoj se ti ke hyrë në gjunaf kësaj femre dhe personi që ka ndërhyrë në familjen tënde ti nuk do bësh pikën e ajrit. Më kupton? Dhe është një person negativ dhe çfarë po bën personi në fjalë ish bashkëshorti po vuan pasojat e ish gruas të parë, nuk kanë ditën e Perëndis, mos ken shere, debate, konflikte në shtëpi, Klea. Dhe kanë arritur në një distancë, buri rinë në dhomë në gjumit, kurse nusja rinë në kuzhinë, ose mund t'i ke fare nga jemi vet, ose mund të shkojë diku tjetër në shtëpi tjetër, nga që kanë dy shtëpia, mund të shkojnë në shtëpi tjetër. Por janë gjëra që grindje, po them edhe këtë gjë që s'duhet të ndërhysh në personat të tretë. Kjo është shumë e vërtet. Nuk duhet të ndërhysh asnjë në personat të tretë. Atëherë, këto histori që ti tregove janë të rënqetin? Janë historitë e klienteve në momentin që mua më kanë parë në media 60, kanë parë intervistat tona që janë bërë shumë virale, si në Facebook, si në TikTok, si në kanalin tuaj të YouTube-it, në faqen e Facebook.